Ditë më parë, në një mëngjes, qyteti i Klinës u zgjua me një dhimbje që rifreskoi plagët e vitit 1999. Plagët e 4 prillit të masakrës së përgjakshme të Kralanit. Por prap një shkendi u ndes e një shpresë më shumë u fitua në zbardhjen e fatit të pagjeturve nga masakra e Kralanit. I u kthyen vendlindjes për të varrosur në tokat që u lanë me lot tash e 26 vite, martirët Sheremet Ismaili, Adem Gashi, Sahit Gashi, Bekim Gashi, Bekim Hasani, Osman Fejza, Shkelzen Hajdaraj e Mentor Myrtaj. Në nderim të martirëve të gjetur e gjithë martirëve të rënë në masakrën e Kralanit pas taserit e Izbicës, ju ftoj në 1 minutë heshtje. Lavdi. Për shumë familje shqiptare, rrezet e diellit u ndalën së rrëzuari qysh me 4 prill 1999. Masakrat e përgjakshme të Kralanit pas taserit e Izbicës lanë plagë të hapura, dhimbje të pashëruara e pritje të gjata për familjarët e civilëve të qytetit të Klinës që u grabitën e u zhdukën me forcë dhe ranë prej e një krimi makabër nga forcat paramilitare serbe. Ndaj sot, jemi këtu në këtë 4 prill që të ndjejmë dhimbjen bashkë me familjarët, që të jemi afër tyre si gjithmonë në ditë të vështira, që t'i përkujtojmë e t'i nderojmë përjetësisht martirët. Komuna e Klinës ka organizuar aktivitete që nga ora 9 duke filluar me homazhe, pastaj me akademi përkujtimore dhe me ceremoninë e varrimit të martirëve të gjetur. Me lejoni që në emër të komunës e Klinës, para jush të ftoj kryetarin e komunës, profesor Dr. Zenun Elezaj, që të marrë fjalën. Të nderuar familjarë të martirëve dhe të pagjeturve të luftës. Të nderuar nënkryetar e Kuvendit të Kosovës, zonja Saranda Bujevci, të nderuar përfaqësues nga Presidenca e Kosovës, zoti Krasniqi, zoti Jusufi, të nderuar kryesues i Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur, zoti Andin Hoti, zoti Gara, i nderuar ish zëvendës kryeministri i Republikës Kosovës dhe ish kryetari i komunës zoti Ramonaj, nënkryetari i komunës Marqi Selmonaj, kryesuesi i Kuvendit zoti Fadil Gashi, komandanti i stacionit policor në Klinë zoti Rakip Pytyqi, deputet zonja Fejza Agusholli, të nderuar përfaqësues të shoqatës për personat të pagjetur zoti Morina, i dashur Migja Halil Krasniqi, babaj të lirove të Kongut, të nderuar përfaqësues të organizatave të ndala nga lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës, familjarë të dëshmorëve dhe martirëve të luftës, përfaqësues të subjekteve politike në Klinë, klerik fetar, përfaqësues të institucioneve qendrore lokale, të nderuar të pranishëm. Sot, me 4 prill, jemi mbledhur t'i kujtojmë të pagjeturit të luftës, me të dashurit tuaj të cilët i mungojnë juve, na mungojnë neve, i mungojnë gjithë Klinës dhe Kosovës. Njëkohësisht jemi mbledhur t'i kujtojmë një për një martirët e Klinës, e të shprehim dhe ndajmë dhembjen dhe familjet e tyre. Dhimbja e prillit nuk kujtohet vetëm në këtë ditë dhe nuk e ndjejmë vetëm në këtë muaj. E kujtojmë dhe ndjejmë tash 26 vjet radhës. Por në këtë ditë për kujtimore ngrejmë zërin më shumë se çdo ditë tjetër dhe kërkojmë drejtësi dhe përgjegjësi ndaj kryesve të masakrave në Kralan, Pastasel, Izbic dhe kudo tjetër në Kosovë. Pikërisht sot mbushen 26 vjet kur në Kralan të Gjakovës regjimi serb kreu një ndër masakrat më të tmerrshme ndaj civilëve shqiptar.
Forcat policore dhe ushtarake serbe vranë, masakruan dhe u dogjen kufumat civile shqiptarë. Kriminalet në kursyen asken vranë pleq, burra, gra e fëmijë. Të nderuar pranishëm, familjarë të paqetur të luftës e martirëve të kohës. 26 vjet pas këtyre ngjarjeve të dëmshme, nga 140 të paqetur në përvarrezat masive, ku regjimi serb ishte munduar të fshiste gjurmët e krive. 63 persona janë identifikuar, ndërsa janë edhe 77 persona për fatin e të cilëve ende nuk dihet. Pas një angazhimit të madh të gjitha institucioneve në Bishtazhen të Gjakovës, së fundi janë identifikuar edhe 7 qytetarë të Klinës të vrarë në masakrën e Kralanit: Adem Goshi, Sahid Goshi, Adem Hasani, Sheremet Ismaili, Osman Fejzan, Mentor Myrte, Shkelzen Hajdaraj dhe Bekem Goshi nga Skënderaj. Eshtat të cilëve nga sot do të pushojnë të qetë në tokën e lirë të Kosovës, pranë dëshmorëve, martirëve e luftëtarëve të lirisë në kompleksin memorial Kodra Kuqe në Grabanicë të Klinës. Si vjet, është hera parë që në Klinë shënohet 4 prindi pa 2 personalitete që dhanë kontribut të jashtëzakonshëm për ndryshimin e fatit të paqetur të luftës. Ish kryetarin e komunës së Klinës dhe ish kryetarin e komisionit për personat të paqetura Prenk Gjeta dhe udhëheqësi i qendrës burimore për personat të zhdukur Bajram Çerkini, i cili u nda nga kjo botë pa arritur të marrë vesh lajmin dhe të mësoj vendodhjen e birit të tij. Në emër timin dhe të komunës së Klinës shpreh mirënjohje për angazhimin e madh të tyre në kërkim të së vërtetës dhe drejtësisë për personat e paqetur të luftës. Të nderuar pranishëm, masakra e Kralanit dhe shumë masakra tjera në kënd Kosovës janë dëshmi se Serbia jo vetëm vrau civil shqiptar të pafajshëm e të pambrojtur, por u përpoq të humbë gjurmët e krimeve gjenocidiale që ka shkaktuar gjatë luftës në Kosovë. E derisa ne ende angazhohemi për ndryshimin e fatit të paqeturve të luftës, ende ata që kanë kryer këto krime ende të lirë në Serbi. Ne duhet të vazhdojmë të angazhohemi që vërteta mbi gjenocidin serb të ushtruar ndaj popullsisë sonë të zbardhët plotësisht. I ftoj institucionet vendore dhe ndërkombëtare të punojnë me seriozitet dhe përkushtim maksimal deri në zbardhjen e plotë të kësaj tragjedie, që të gjithë familjarët që janë në pritje për shumë vjet për zbardhjen e fatit më të dashur të tyre në fund të mësojnë për fatin e tyre në mënyrë që kjo plagë e të paqeturve të lehtësohet dhe ata që i kanë shkaktuar këtë dhimbje popullit të Klinës së Kosovës të marrin përgjigjen e merituar. Lavdije përhershme për dëshmorët, martirët e komunës në gjithë të randet për lirinë e Kosovës. Kush më mirë do i kupton të këto plagë të dhimbje se sa ata që përjetuan dhunë, tortura e plagë të mëdha. Na nderon sot me pjesëmarrje në kryetarja e Kuvendit të Republikës së Kosovës, të cilën e ftoi për fjalën e saj zonja Saranda Ujevci. Të nderuar e të dashur familjar të rënëve për liri, martirëve të kombit, familjar të personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës së fundit në Kosovë. I nderuar kryetari i komunës së Klinës, Dr. Elezaj, i nderuar Antel Moti, kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur, i nderuar përfaqësues i Presidentës Zotri Krasniqi, të nderuar të institucioneve qendrore dhe lokale, i nderuar Zotri Morina e Manaj, të nderuar familjarë të shoqatave të dalur nga lufta, të nderuar qytetarë të komunës së Klinës dhe ju qytetarë të mbar Kosovës, dhe dashur kolegë deputet. Jemi mbledhur sot këtu në qytetin e Klinës në këtë
akademi përkujtimore për të nderuar, për të ndarë dhimbjen me familjarët, me njëri tjetrin, dhe për të shprehur nderim më të lartë për të rënët e lirisë të Republikës së Kosovës. Sot me 4 prill, në datën e të zhdukurve me forcë në luftën e fundit në Kosovë nga komuna e Klinës, e mbajmë edhe ceremoninë e varrimit për 8 martirët të rënë. Viktima të identifikuar së fundmi nga masakra e Kralanit. Këto ditë gjithashtu shënon edhe për vjetorin e masakrës së Kralanit, ku për disa ditë me radhë në fillim të prillit, 2, 3 dhe 4 prill 1999 janë vrarë civil që u ndonë nga familjarët e tyre. Në ditë si kjo kujtojmë rrugtimin e vështirë të popullit tonë, me përplot dhimbje dhe sakrifica në luftën me Serbinë. Agresorin i cili vrau dhe masakroi civil të pambrojtur, gra, pleq dhe fëmijë, nuk kursyn askënd. Serbia edhe pas këtyre viteve nuk jepi përgjegjësi për krimet e ekzekutimin e gjenocidit ndaj popullit tonë, ndaj popullit shqiptar. Qeveria e Republikës së Kosovës nuk do të ndalet kurrë së kërkuari përgjegjësi nga Serbia për krimet më mizore të cilat janë kryer në luftën e fundit në Kosovë. Në këtë ditë të mbushur me dhimbje për vendin tonë, në emër të Kuvendit të Republikës së Kosovës, shprehim ngushëllimet dhe nderimet më të larta për sakrificën e të rëndëve të kombit. Emrat e tyre do të mbahen në mendje dhe në zemrat e secilit nga ne, si dhe do të i mësojmë gjeneratave me radhë në Republikën tonë dhe kudo që ka shqiptar. Të dashur familjar, bashkëndijemi dhe embjen e juaj. Dhembjen të cilën me ju ndonë dhe përjetoni gjithë Kosovë. Kjo dhembje na rëndon të gjithëve dhe na kujton për sakrificën që dhanë dëshmorët dhe martirët. Ndërta, edhe Shermet Ismaili, Mentor Myrtaj, Adem Kashi, Sahid Kashi, Bekim Hasani, Osman Feza, Shkezen Hajdaraj dhe Bekim Kashi. Ata rënë për të mos vdekur kurrë, janë martir, emrat e të cilëve po shkruhen në historinë më të re të Republikës së Kosovës. Dëshmorët e martirët e kombit janë amaneti më i çmuar i vendit tonë. Me emrat e tyre në mendje ndërtojmë të ardhmen për të cilën ata dhanë jetën. Andaj sot, në zemrat tona përveç pikëllimit dhe dhembjen të madhe, e mbajmë edhe fuqinë dhe dignitetin e lartë për kujtimin mbi sakrificën e martirëve, si dhe për historinë tonë të dëmshme, por edhe të lavdishme. Lavdi dhe ju qoftë i lehtë dhe ju i Kosovës për të cilën e dhanë jetën. Ngushëllime më të thella për familjarët. Faleminderit zonja Bujeci. Në nderojnë me pjesëmarrje gjithashtu përfaqësues nga Presidenca, zotërisë Seferi Sufi, General Brigade, dhe zotërisë Ismet Krasniqi, Këshilltari i Presidentes. Për fjalën e tij para jush ftoj zotrin Ismet Krasniqi. Presidentja zonja Vjosa Osmani pa mundësi që tjetë sot në mesin tonë, në emër të saj do përcjell mesazhin për këtë takim. Të nderuar familjar të martirëve të lirisë, Adem Kashi, Sahid Kashi, Bekim Hasani, Shermet Ismaili, Osman Feza, Shkezen Hajdaraj, Bekim Kashi dhe Mentor Myrtaj. I nderuar i kryetari i komunës Zenoni Lezaj, të nderuar dhe të respektuar përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar bashkëqytetarë,
Sot jemi mbledhur këtu në këtë ceremoni të dhëmshme të rëndë për të nderuar dhe përkujtuar me pietet qytetarët tanë, të cilët u zhdukën me dhunë gjatë luftës qeveritare të Kosovës nga regjimi gjenocidiar serb. Ky nuk është vetëm i akti rivarrimi, por gjithashtu reflektimi i thellë për dhimbjen dhe padrejtësinë që psuan familjet e tyre dhe mbar kombë ynë. Në këtë tokë që i pret sot me ndërim dhe dhimbje, po kthehen jo vetëm trupat e tyre, por edhe historia e pashkruar e sakrificës së një populli që luftoi për liri, dinjitet dhe të drejtën për të jetuar në paqë. Ata u morën dhoshëm nga gjili familjet të tyre, u zhdukën me qëllim për të fshirë gjurmët e krimit, por sot e vërteta po del në dritë dhe ata po kthehen aty ku i takon në dhëvën e tyre. Të dashur familjarë, dhembja juaj është pa imagjinueshme dhe pa matshme. Për vite me radhë kemi pritur me ankth çdo lajm, keni shpresuar, keni kërkuar përgjigje dhe drejtësi. Sot, ndërsa i përcjellim për në prerjen e tyre të fundit, ne nuk i japim fund kërkimit me drejtësi. Ne nuk do të ndalim derisa çdo i zhdukur të kthehet dhe autorët e këtyre krimeve të marrin dënimin e merituar. Sot përkukulemi me respekt të thellë para sakrificës së tyre dhe për kushtimin tuaj të palëkundur për të mbajtur gjallë kujtesën e tyre. Liria jonë është e shkruar me gjakun e të rëndme, me dhimbjen e familjeve dhe me forcën e një populli që nuk u dorëzua përballë gjenocidit. Le të jetë ky moment një betim i ri për drejtësi, një angazhim i përhershëm për të mos harruar dhe një zotim për të ndërtuar një të ardhmet ku e drejta, paqja dhe digniteti njerëzor të mbizotërojnë përgjithmonë në vendin tonë të lirë. Nderim dhe përkujtim i përhershëm e lavdi e përjetshme të rëndme për liri. Faleminderit zotërin Mesniqi. Nga Komisioni Qeveritar për Persona të Pagjitur, në nderojnë me pjesëmarrje zotëri Kushtrim Gara e zotëri Andin Hoti. Përjetime të njëjta në familje ka pas në zotëri Hoti, e ndoshta kush më mirë se ai do të na shpjegojë se ç'është kjo dhimbje, ç'është ky mall mungesë, ndaj para jush ftoj zotërin Andin Hoti për fjalën e tij. Të drejtën do të mundohë, i thonë të fjallë sepse dhimbja shumë në momentin si të. Të nderuar familjarë të dëshmorëve dhe martirëve të kombit, të nderuar veteranë dhe invalidë të luftës së rrjedhshme shqiptare të Kosovës, të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore të zonës kryetare Ujeci, përfaqësues të presidencës së Kosovës, zoti Sufi, zoti Krasniqi, nderuar kryetar dhe një qytetar, zoti Elezi, nderuar nënkryetare e komunës së Klinës, shumë respektuara policia e Kosovës, komandant, në veçanti ushtria e Kosovës për cilën se qenë krenar gjithë cara që shohën uniformët e tyre. Kërkoj falje nëse ti kanë nderuar përfaqësues të organizata të ola nga lufta, nderuar përfaqësues të shoqatës së personave të zhdukur dhe të Klinës, por përfaqësues të tjerë të shoqatave që bashkë me herë ish kryesues i Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur zoti Romanaj, të nderuara media, klerek fetar, të dashur qytetarët e Klinës dhe mbarë Kosovës, shumë të respektuara dhe dashura familjet Gashi, familja Ismaili, Myrtaj, Hasani, Fezaj dhe Hajdari. Të mbledhur këtu në këtë sallë që mban emrin e herojit tonë kombëtar, për ulemi me respekt të thellë para martirëve tonë. Bive të kësaj toke që u zhdukën pa pikë faj, që u morën nga kjo botë me dhunë, që u muua jeta dhe liria, vetëm se kërkanin lirin. Nderuara Kasari, e fali. Ka
Ka të pridhin e klip nuk është thjesht një datë kalendarike, është një plak që nuk është shërur asnjëherë. Është dita kur kujtesa e kësaj komune na fton që mos harrojmë kurrë. Është dita theme, nuk do të ketë qetësi pa drejtësi, nuk do të ketë drejtësi pa të vërtetën. Klina e qendresës ka përjetuar njërën ndër plaget më të rënda të luftës së Kosovës. Regjimi kriminal serb nuk kurseu këtë vend. Përkundrazi, këtu krimi mori formën më të egër. Burra, pleq, gra dhe fëmijë po shkatuan, masakruan e u djegën. Të u batu shdukën dhe me gjitha jeta shqiptare. U luftua vetëm se ishte shqiptare, pas një faj tjetër. Sot më shumë se dy dekade më vonë, Kosova e lirë i përcjellë për një prejhjet për hershëm me nderime shtetërore dhe ushtarake të bitë 8 vit e Klinës dhe Skenderat. Martirë të lirisë dhe së vërtetës, Sheremet Ismaili, Mendor Myrtaj, Adem Gashi, Zahid Gashi, Bekim Hasani, Osman Feza, Shkelzen Hajdaraj dhe Bekim Gashi. Këta burra nuk janë vetëm viktima, ata janë dëshmitar të gjenocidit të Mirfet. Ata janë zëri atyre që nuk u dëgjua kurrë. Dhe sot përmes nderimit shtetëror dhe pranisë këtu, po e bëjmë thjesht një akt drejtësi. Po rikthejmë emrin, dignitetin dhe vendin që u takon në historinë tonë të dhimbshme, por dhe shumë krenare. Për më shumë se 20 vjet ata ishin në errësirën e harresës që krimi përpiqej ta mblodhte. Por ne nuk harrojmë dhe sot me përkushtimin e institucioneve tona, Komisioni Qytetar për Sanat e Zhdukut, Instituti Mjekësisë Gjyqësore, Policisë së Kosovës dhe aferë të tjerë, i kemi kthyer aty ku përkasi, në zgjirjen e familjes dhe në përqafimin e dhëut të lirë të Kosovës. Të nderuar pranishëm, këto janë dëshmitë e një politike të organizuar të gjenocidit që Serbia ka ushtruar në Kosovë dhe që ende pret drejtësinë që i takon. Shteti kriminal serb ka kryer krime në forma më të njerëzore të imagjinueshme. Ka pushkatuar fëmijën prej e fëmijë. Ka djegur njerëz të së qafë. Ka shtokur trupa për të fshehur gjurmët e krimit. Këto nuk janë thjesht akte e lufte. Janë shembull më i qartë i gjenocidit që Serbia ushtroi ndër popullit pafajshëm. Janë akte barbarie që do të ndjekin përgjegjën e Serbisë për brezat e tërë, derisa të përballet me vërtetën dhe drejtësinë. Heshtja e sotme Beogradit, Serbisë dhe të tjerë është thjesht vazhdim i krimit dhe asgjë tjetër. Të nderuar, të pranishëm. Ky mision që u dheq sot, Komisioni Qytetar për Sanat e Zhdukut, është më shumë se sa thjesht një detyrë institucionale për mua. Është më shumë se sa veç një detyrë edhe morale dhe kombëtare për mua. Është një plagë edhe personale. Sepse unë jam biri një personi të zhdukur nga maji vitin 1999 dhe që atëherë nuk ka ditë që nuk e kërkoj. Nuk ka natë që nuk e përftyroj kthimin e tij. Prandaj dhimbja ju është dhimbja ime. Prandaj fjalët që i them sot jej vërtet se çdo fjalim nuk ka një tjetër. Sepse e di se është mos dish kur vaj. E di se është të presësh një lajm që nuk vjen kurrë. Por ne nuk jemi vetëm. Jemi një popull që ka mbijetuar plagës. Jemi një kamp që është ngritur me drejtësi dhe të vërtetën. Dhe jemi një shtet që do të vazhdoj të kërkoj deri në zbardhjen e çdo rasti, deri në gjetjen e çdo trupi, deri në kthimin e çdo emri në historinë tonë të lavdishme. Të dashur familjar, ju keni bartur një barë të rëndë, keni qëndruar me dhimbje, por edhe me dignitet. Keni kërkuar të vërtetën me guxim dhe pa hakmarrje. Zëri juaj është zëri i gjithë Kosovës, qëndresja juaj është inspirim për ne. Dhimbja juaj është dhimbja jone e përbashkët.
Sot, përmes të aktit të përbashkët për kujtimi dhe nderimi, u arikujtojmë të gjithëve se ne nuk do të ndalemi asnjëherë, në asnjë rrethana e me asnjë kusht, që të zbardhë fatin e personit të fundit të zhdukur në Kosovë. Do të kërkojmë çdo dokument, çdo varrezë masive, çdo sirtar të këtij shteti kriminal që fatkeqësisht e kemi kushi, të arkivat e tyre për të bërë të vërtetën e 1580 persona që ne ende vazhdojmë të kërkojmë. Do të ngrejmë zërin në çdo tavolinë ndërkombëtare derisa krimet të njihen dhe drejtësia të vijë në vend. Dashur qytetarë, nga Klina e kam dhe një moment tjetër personal, momentin kur ka marrë detyrën në Komision Shqiptar Aleksandër Zumër, një nga takimet e para ka qenë edhe disa prej nanave të Klinës pikërisht me 4 prill para disa vitësh që sot. Është një moment që nuk e harroj kur që fytyra ime është lagë me lotët e tyre me shpresën që të vazhdojmë familjarët. Lavdi për jetë për thirrjet e Klinës, lavdi dëshmorëve të Klinës dhe Kosovës, nderim për të gjithë të zhdukurit e Kosovës. Kërkoj falje. Faleminderit Zotri Hoti, emocionet e dhimbja është të gjithë neve, por duhet qëndrojmë të fortë përballë nënave kaq heroike, përballë nënave që u bën qendresë e popullit shqiptar. Lejoni që të ftoj para jush kryetarin e shoqatës për të pagjetur në komunën e Klinës, Zotrisë Qer Morina. E nderuara familje të personave të pagjetur, të nderuar familjar, e nderuara familje e Adem Goshit, Said Goshit, familje Bekim Asonit, Shënët Brahim Smoli, Mentor Myrtaj, Osman Feza, Shkëllxen Hajdoraj dhe Bekim Goshit. Të nderuar i kryetari i komunës Zemër e Lezaj, i nderuar i Bacalin, bab i dy dëshmorëve Muj e Ali Krasniqi, të nderuara familje të dëshmorëve të kombit, të nderuar veteran, familje të dëshmorëve, ju përshëndes të gjithëve, por une do t'i falenderoj, do t'i të gjithë ata që pjesëmarrës në këtë takim, por i përshëndes dhe të nderuar juve që jeni nga Prishtina, institucione qendrore dhe institucione lokale, nuk po i ngadalë shtu se muj me shumë dëni arres, të nderuar pjesëmarrës. Të nderuar qytetarët e Klinës, përfaqësues të institucioneve qendrore lokale, të nderuar miq të ftuar ende dhe kujtesën e këtij populli ruan ato çështet e të merrit të dhimbjes kur nëna, babai, vllau, miku rëmbeshin nga dorët e familjes, nga dorët tona dhe zhdukeshin diku pa gjurmë e shenjtë. Dhe për një qerek shekulli mbas lanë dhimbjen për humbjen. Varësën diku e vari nuk u dijej, se poku as një shenjë për varë nuk ishin. Së, pas 26 vitesh, ne që ndrojmë këtu, për të rivarosur jeshtat e 7 bashkëkombëtarëve tanë, për të nderuar jetën e tyre, dhe 8 bashkëkombëtarëve tanë, për të nderuar jetën e tyre, dhe për të shprehur respektin dhe rimin e pajepër ndaj kujtimit e tyre. Por historia tyre është historia e luftës për të zbuluar të vërtetën dhe ku ishin varrosur.
Nuk di as vendi, as eshtra, as më shumë se një dhimbje dhe thellë që mbizotronte. Kërkimi ishte i gjatë dhe i mundimshëm, por pas shumë viteve përpjekjesh të shumë njerëzve dhe organizatave, drita filloi të ndizet. Dhe sot ata janë në vendin tonë, në tokën e Kosovës. Ky është një moment që na bën të kuptojmë edhe më thellë se liria nuk është diçka që mund të dhurohet, por është një drejtë që është paguar ma shumë vujtjeve dhe sakrificave. Është një kujtesë se lufta nuk përfundon vetëm me armë, por vazhdon në kërkim të drejtësisë, të së vërtetës dhe të rikthimit të dinjitetit për çdo njeri tonin që ka humbur. Pavarësisht se sa vite kanë kaluar, dhimbja dhe humbja nuk harrohen, por mbeten tek dhëndura në zemrat tona dhe në mendjet tona, në kujtesën e Kosovës së Lirë. Tash janë pjesë e lavdisë të gjitha ata që ranë dhe të ligjit së Kosovës. Këtu sot ne nuk nderojmë vetëm meshrat të zhdukurve, por nderojmë gjithashtu çdo jetim, çdo familje që ka pritur për vite me radhë, çdo nënë dhe babë që ka humbur shpresën, çdo motër dhe vëlla që kanë hutur në heshtje. Për çdo të zhdukur, për çdo nënë që ka pritur pa e ditur se çfarë ka ndodhur në familjen e saj. Për çdo grua që ka humbur bashkëshortin, për çdo fëmijë që ka rritur si prind jetim, ne do të vazhdojmë të kërkojmë drejtësi. Kjo është një detyrë që nuk mund të harrohet dhe nuk mund të neglizhohet. Kjo është një përgjegjësi ndaj të gjithë atyre që kanë hutur, që kanë humbur dhe që janë ende në pritje të së vërtetës. Kjo ditë është një testament për forcën e njerëzve, të cilët pavarësisht dhimbjes nuk janë dorëzuar, që kanë kërkuar dhe vazhdojnë të kërkojnë drejtësi dhe që kanë besim se një ditë të vërtetën do ta zbulojnë. Ky është një moment për të kujtuar se çdo njeri i humbur ka një histori, ka një emër, ka një familje, ka një vend ku të shkojmë të nderojmë kujtimin për të. Familjet që për vite me radhë kanë bërë shpresë janë sot më afër jush që tani tet i gjetën. Pavarësisht se koha ka kaluar dhe një pjesë e madhe e vujtjes nuk do të shohet kurrë. Në këtë moment, në shajt të kujtimit për ata që u sakrifikuan jetën për të mbrojtur vlerat që ne sot jetojmë, nuk do të harrohen kurrë. Prandaj, me çdo kurorë, liria dhe çdo tufë lulësh liria që vendosim sot në këtë tokë e bëjmë në premtimin e përhershëm, se asnjëherë nuk do të harrojmë. Ne do të nderojmë kujtimin e tyre, çdo ditë, duke vazhduar të ndërtojmë një Kosovë më të fortë, më të lirë, një Kosovë që është përjetësisht mirënjohëse për ata që luftuan dhe dhanë gjithçka për të. Le të nderojmë këtë moment si një përkujtim të forcës dhe guximit të tyre që luftuan për lirinë dhe dinjitetin e popullit tonë, si një përkujtim të përpjekjeve që nuk u ndalen asnjëherë për të gjetur të vërtetën, dhe si një angazhim që ne si shoqëri të vazhdojmë të kërkojmë drejtësi dhe të kujtojmë gjithmonë ata që dhurojnë jetën për të ardhmen tonë. Sot, të këta të dashur të Klinës, por Kosovës së po ku vinë të sjellim të ta kurora lirisë, kujtesën e përhershme të Kosovës së Lirë. Unë pak janë të të thamë për familjarë që tani drejt për drejt sot kanë gjetë të ofërmit e tyre, kanë sot një përzierje të ndjenjave mes dhimbjes dhe krenarisë, por kanë edhe një krenari për të ardhmen për lirinë e Kosovës, se mbi të tyre u vendosën në themelet e lirisë që tani na e gëzojnë. Prandaj dua edhe një që ma dhanë një autorizim për organizatat e dalura nga lufta ushtrisë ligjore të Kosovës, duhet të shprehim kushtimet e sinqerta familjarëve që tani sot po kanë lavdëmirën e fundit. Nga ti gjithë dëshmorët e Tegomit, nga ti gjithë atyre që ranë për lirinë e Kosovës, faleminderit për pjesëmarrjet e gjithëve, faleminderit. Nuk ka se si të mungoj as sot këtu mes nesh, ish kryeministri i Kosovës dhe ish kryesues i Komisionit Qeveritar për të pagjeturit, zotri Ram Manaj. Zotri Manaj, fjala për ju.
I nderuar kryetar I Komunës së Klinës, zoti Elezaj, I nderuar kryetari I Kuvendit të Republikës së Kosovës, zoti Kurmieci, I nderuar këshilltar të presidentës Sonjes Vjosa Osmani, zoti Krasniqi dhe zoti Isufi, të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale, përfaqësues të Ushtrisë së Kosovës, Policisë së Kosovës, veteranët e luftës, pjesëmarrës familjarë të nderuar. Sot, si rrallë herë, e kam pak më të vështirë që të them 2-3 fjalë në kuptim të falënderimit dhe në emër të familjarëve, pra kam të vështirë para trupave të 8 martirëve të gjetur, kërkoj falje zotin Nilvoti, kryetari I Komisionit Qendror për Personat të pagjetur, por edhe të shumë të tjerëve që janë në fotografi këtu paravesh e për fatin e të cilëve, përkatësisht për mbetjet trupore të cilëve ende nuk dihet. Unë në emër të familjarëve dua të falenderoj me plot gojen Komunën e Klinës, kryetarin Elezaj, bashkëpunëtorët e tij që vazhdimisht me këta prill bëjnë organizime meritore, veçanti për faktin se komuna juaj, komuna ime, ndoshta ndër të parat ka bërë pjesë, ka bërë ditë të shënuar zyrtare 4 prilin këtë rast, që kushtohet të vrarëve, të zhdukurve, kryesisht në masakrën e Kralanit, por edhe që përcjellet me dignitet organizimet e kësaj natyre gjithë këto vite. Dhe sot do t'ju falenderoj për këtë organizim, për përcjellje meritore, respektin më të madh të mbetjeve të 8 martirëve, emrat e cilëve përmendën dhe do të përmenden me respekt gjithmonë. Unë kërkoj falje do të përmend një tekst veçantë tashmë të ndjerin Shërbet Ismaili, I cili bëri një gjest trimërie të rrallë në ato momente kur ndodheshin paratytave të vrastarëve barbar dhe kërkoj që të tërhiqej biri I tij I cili sot jeton dhe si prind I gëzimshëm, bujar, fisnik, mësoj fatin e të tjerëve dhe të gjitha kanë një merit dhe një respekt të vazhdueshëm për faktin se, si që të thënë më përpara, martirët e kombit, herojtë e kombit, dëshmorët e kombit janë vërtet në familjet e lirisë së këtij vendi. Dhe respekti për ta do të thotë respekt për shtetin e Kosovës, për lirinë dhe për pavarësinë e saj. Dhe kundërta, respekti për shtetin, për lirinë dhe pavarësinë e vendit, do të thotë edhe respekt për të rënët, përgjithësi edhe heroj, edhe dëshmor, edhe martir. Fundit, të ditë na kujtojnë edhe sa I shtrejt ka qenë dhe mbetet çmimi I lirisë së Kosovës, I shtetit të Kosovës, cilin nuk guxojmë ta harrojmë dhe të mos e respektojmë. Unë nga njëherë në këtë periudhë vitesh kam kritikuar qeverinë e Kosovës, respektivisht politiket e saj në njëherë, por sot mund të mos falenderoj Komisionin Qendror për personat të zhdukur nga dhunë dhe të pagjetur, zotin Hoti është kryetari këtu, cilët gjithë këto vite, në bashkëpunim me Institutin e Mjekësisë Ligjore, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe me partnerët e jashtëm, kanë bërë gjithë këto punë dhe në fundit edhe fora angazhimit të tyre ne sot kemi 8 trupa të gjetur dhe presim natyrisht edhe të tjerë. Falenderoj për punën e vazhdueshme, mjaft vështirë, por tepër të rëndësishme. Dhe këtë në fund, joni përkujtoj se në datën 22 të këtij muaji dhe në 23 në New York dhe në Philadelphia është mbajtur një fotoekspozit në fotografi të krimeve të luftës që serbët I bënë në Kosovë, të janë mbajtur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një vendasim, një mik I imi, një intelektual I madh I Klinës dhe publicist por edhe I Kosovës, zoti Luzllaçi, duke trajtuar në këtë segment temën e drejtësisë së vonuar, e tha se, po them pa lejen e tij, drejtësia e mëkuar është drejtësia e refuzuar. Dhe përmendi se faktikisht ende nuk kemi një akuzë shtetërore institucionale për krimet dhe gjenocidin serb dhe 25 përkatësisht 26 vite pas përfundimit të luftës. Ai tha, është duhet pritur 25 vite që ta kemi këtë.
Familjarë të nderuar, ju falenderoj për pjesëmarrjen e gjithëve, në emër të gjithë familjarëve që sot e varrosin trupat e dilet e tyre, të gjithëve u shpreh pushtime dhe të gjithë falenderoj për pjesëmarrjen. Ju falenderoj. Faleminderit Zotri Manaj, lejoni që edhe një herë nga Komisioni Qeveritar për të Bagjetur të kujtoj dy personalitete që dhanë kontribut të shquar, që na i kujtoj dhe kryetari Elezaj, bëhet fjalë për Zotrin Prem Gjetaj dhe Zotrin Bajram Qertini, që fizikisht u ndan nga jeta, por përjetësisht lanë gjurmë në historinë e 4 prillit, lavdive primtarisë së tyre. Shumë të nderuara familje të martirëve, të nderuar pjesëmarrës e qytetarët e Klinës, faleminderit për pranin tuaj. Tani aktivitetet pas kësaj akademie përkujtimore do të vazhdojnë në Grabanic me ceremoninë e varrimit të martirëve Sheremet Ismaili, Adem Gashi, Sahid Gashi, Bekim Gashi, Bekim Hasani, Osman Feza e Shkenzen Hajdaraj, ndërsa pas kompleksit memorial në Grabanic do të vazhdojë dhe ceremonia e varrimit të martirit Mentor Myrtaj në Jashanic. Ngushëllimet me të sinqerta dhe njëherë për familjet, kjo ditë për kujtimin e të mbetet thirrje për zbardhjen e së vërtetës dhe për drejtësi. Uroj të takohemi në ditë me të mira. Faleminderit gjithëve.